Ish-banori i shtëpisë më të famshëm në Kosovë, Mevlan Shaba ka shqetësuar ndjekësit e tij pas një postimi të fundit në Instagram ku shihet në spital me serum në dorë. Mevlani ka ndarë një foto në Insta Story ku shihet me një infuzion, por nuk ka dhënë detajet e tjera mbi gjendjen e tij shëndetësore. Ai shkroi vetëm: "Më mirë do të bëhet", duke munduar disi të qetësojë ndjekësit e të afërmit e tij. Për më tepër, Mevlani ka zgjedhur që të mbajë një jetë private dhe larg vëmendjes mediatike pas daljes nga reality show. Ai tani jeton një jetë të qetë me partnerin e tij Ornelda dhe vajzën e tyre Mei. Pas periudhës së famës, Mevlani është fokusuar më shumë tek familja dhe ndjekësit kanë qenë të shqetësuar për shëndetin e tij. Për momentin, ende nuk dihet çfarë problemi shëndetësor ka detyruar atë të shkojë në spital, por ndjekësit janë shqetësuar dhe po e mbështesin atë në këtë periudhë. Pas postimit, shumë fanca kanë lënë komentin kurajuese duke i dëshiruar shërim sa më të shpejtë. Ndjekësit janë në pritje të më shumë informacione mbi gjendjen e tij dhe shpresojnë që Mevlani të rikuperohet sa më shpejt. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.